kjo gjendje maternitetit Durrësit, si? Okej, materniteti Durrës. Ndrallë drejtore çdo muaj drejtor, media bas. Një qytetar nga Durrësi ka dërguar në redaksin ton pamje shqetësuese nga godina e maternitetit të qytetit, të cilat nxjerrin në pah një situatë alarmante. Sipas pamjeve, ambientet në katet përdhese janë të mbuluara nga ujë, myku dhe lagështira, ndërsa të ftoftit e përkeqëson edhe më tej gjendjen, duke e kthyer këtë hapësirë në një mjedis krejtësisht të papërshtatshëm për lindjen dhe kujdesin ndaj foshnjeve. Qytetari që ka dërguar pamjet shprehet se ky është realiteti i përditshëm i maternitetit, i ndryshëm nga imazhi që sipas tij paraqitet në disa media të lidhura me pushtetin, të cilat nuk kanë liri të pasqyrojnë situatën reale. Në mesazhin drejtuar redaksisë son, qytetari shkruan: "Përshëndetje, ju lutem publikojeni këtë. Këto janë kushtet në maternitetin e Durrësit. Mes të ftohtit, lagështirës dhe pislëkut, shtrohen gratë dhe lindin nënat e fëmijëve tanë."